Përshëndetje miq. Edhe në këtë video do të fokusohem në problemin, konfliktin tani më luftën Indi-Pakistan. Përse po them luftën? Sepse nga mbrëm India ka filluar sulmin me raketa balistike mbi territorin pakistanez, ndërsa pakistanezi i është përgjigjur me të njëjtën gjuhë. Pra tani më përpara kemi një luftë të hapur midis dy vendeve bërthamore. Në videot e kaluara, unë e kam shpjeguar Kashmirin, e kam shpjeguar problemin, çështjen e Kashmirit, e kam shpjeguar zhvillimin historik të konfliktit Indi-Pakistan, shkaqet e tyre, gjeografin e Kashmirit, gjeografin e asaj pjese të botës ku është edhe Pakistani, edhe India, edhe Afganistani, edhe Tajikistani, edhe Turkmenistani, për të ardhur sonte këto që të flas për refleksionet dhe pasojat tani më të asaj gjeografie, të atij konflikti dhe të luftës së tanishme midis Indis dhe Pakistanit. Pra, në minutat në vazhdim, do ta përshkruaj situatën nga perspektiva e kësaj kohe të tranzicionit nga sistemi unipolar në sistem multipolar të botës, dhe e dyta do të përshkruaj situatën nga perspektiva e ndikimit të drejt për drejt të kësaj lufte në ndryshimin e konstelacioneve që po vihen në këtë periudhë tranzicioni. Më parë kam thënë se rënjet e krizës Indi-Pakistan datojnë nga viti 1947, vetë kur India e fiton pavarësinë nga Britania, vetë më pastaj kur ndahet Pakistani nga India e më pastaj edhe Bangladeshi, ku Kashmiri mbetet një territor i diskutueshëm midis Pakistanit dhe Indis fillimisht, e më pastaj edhe midis Indis dhe Kinës. Kjo krizë është përshkallëzuar dhe ka marrë përmasa të frikshme me kalimin e kohës deri mbrëm edhe me fillimin e luftës frontale midis dy vendeve bërthamore. Deri më tani, lëvizjet e ndërsjella diplomatike midis Indis dhe Pakistanit, pastaj pezullimi i marrëveshjes së ujrave të lumit Ind, që e bëri India në raport me Pakistanin, pastaj kërcënimet e deritanishme dhe ngacmimet ushtarake të herpashershme midis dy vendeve rezultuan natyrisht në fillimin e kësaj lufte, të cilën as fuqitë globale nuk do ta dëshironin, megjithse fuqitë globale, sipas mendësisë së re në këtë periudhë tranzicioni, nuk shqetësohen aq shumë sa janë shqetësuar në kohët e kaluara përgjatë periudhës së luftës së ftohtë. Pse them nuk shqetësohen? Sepse është një periudhë ku po vendosen gurët në themelet e reja të botës së ardhshme. Themelet janë nis, apo të them më mirë, po vendosen tullat mbi themelet e botës së ardhshme multipolare. Shtetet të cilat i fitojnë luftat, shtetet të cilat tregohen më ndikuese, më reflektuese, më diktuese të dinamikave në regione të ndryshme, janë shtetet të cilat do të mbështeten nga tri fuqitë kryesore të botës: SBA, Kina dhe Rusia. Këtë fjalit të cilën sapo e thash, do të lexuar dhe kuptuar, dëgjuar edhe me vesh nga perspektiva e jonë këtu në Ballkan. Po e përsëris, konstelacionet e reja që po krijohen në këtë periudhë tranzicioni po përcaktojnë një dinamik të re. Do të mbështeten shtetet të cilat kanë ndikim dhe fuqi më shumë nëpër rajone të ndryshme, sepse ato konstelacionet e vendosura deri më tani, përgjatë luftës së ftohtë dhe pas luftës së ftohtë, ato marrëveshje të cilat janë bërë
deri me ardhjen e Donald Trump në shtëpinë e bardhë, ma ato nuk kanë asnjë vlerë. Kanë vlerë vetëm ato themele, ato tulla, ato marrëveshje, të cilat nuk bien ndesh me interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sidomos me interesat e saj, por edhe me interesat e Rusisë, Kinës e ndoshta edhe të Turqisë, që kam thënë se këto 4 shtete do të jenë 4 perandorit e ardhshme që do të ndajnë dhe sundojnë botën sipas interesave të tyre. 100% po se po të rritë parat, edhe pse gjatë shpjegimeve shkencore apo të analizave të këtilla nuk bën të përdoret shpreha 100%, por besoj bën shumë se të rritë parat po, por edhe Turqia është duke bërë përpjekjet e duhura të nevojshme e unë isha të suksesshme që të jetë njëra prej 4 vendeve apo perandorive që do të ndajnë dhe menaxhojnë botën në të ardhmen. Kthyer tek çështja për cilën dua të flas, kriza Indi-Pakistan, e cila po shfaqet në një kohë kur bota tani më po riformoson apo po i riformosohen qendrat e reja të pushtetit, kjo në një kjo që po kalon nga sistemi unipolar në sistemin shumë polar, mund të vlerësohet kjo krizë si një zhvillim global me interes më të madh për aktorët global sesa për aktorët rajonal. Pra, dua të them se interesat e aktorëve global janë ato të cilat e kanë krijuar konfliktin dhe e kanë pru situatën deri tani që nga kjo luftë të fitojnë më shumë faktorët global sesa faktorët apo aktorët rajonal. Konkurenca midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës në shumë fusha, veçanërisht në tregti, dhe kriza e vazhdueshme midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë. Megjithëse që kjo e fundit, Rusi-Amerikë, është lehtësuar pas ardhjes së Donald Trump në presidencë, këto raporte Sheba Kin, Sheba Rusi, po ndikojnë në pozicionet rajonale dhe natyrisht edhe globale të vendeve të ndryshme. Nga ana tjetër, nëse e shikon situatën, fuqitë globale si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina, Rusia, e pse jo edhe Turqia si fuqi rajonale, me pretendime që të jetë fuqi globale, në mes të konkurencës së tyre globale, po kërkojnë të zhvillohen, të arrihen, të nënshkruhen, të krijohen aleanca të reja strategjike me vende të tjera, veçanërisht, siç thash pak më parë, me vende më të fuqishme apo me vende të cilat po e kanë fuqinë të ndikojnë dinamikat nëpër gjeografitë e ndryshme të botës. Duke e parë tani krizën Indi-Pakistan nga perspektiva e luftës për pushtet dhe ndikim të fuqive globale, mund të konkludohet lehtë se kriza atje midis Pakistanit dhe Indisë është shumë më e thellë, shumë më e rrezikshme sesa thjesht një krizë midis 2 vendeve. Përse është duke ndodhur kjo? Multipolariteti, tani më i pranuar haptas nga Sheba, shfaqet me karakteristika të ndryshme nga ai bipolaritet, dypolaritet që ka qenë në përgjatë luftës së ftohtë. Çfarë ka qenë? Gjatë luftës së ftohtë, bota ishte e ndarë midis 2 bloqeve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një anë, Bashkimi Sovjetik
në anën tjetër. Dhe, për te i kësaj, kjo ndarje midis tyre ishte ideologjike dhe geografike. Megjithatë, bota multipolare e shekullit 21 bart mbi vete karakteristika të ndarjes përtej ideologjike dhe geografike, edhe karakteristika dhe faktor të tjerë përveç tyre dyve që ndikojnë në formosimin e ndarjeve dhe aleancave të reja. Prandaj, e kam thënë edhe më parë, konceptet e lindjes dhe perëndimit, 1, veriu global, jugu global, 2, bota perëndimore dhe bota jo perëndimore, 3, nuk shprehin plotësisht atë tërsinë e sistemit të botës polare që po vje e që është e mjogulluar tani, por po shfaqin do formësime, do konture të cilat ende nuk janë të qarta, por shihen se janë themele që më nuk mund të lëvizin këto. Dhe këto themele e reja i kanë shkullur nga vendi themelet e botës së kaluar. Shkullja nga vendet e tyre të themeleve të botës së kaluar do të kuptuar apo lexuar në kuptim të shembjes së institucioneve ndërkombëtare që ishin krijuar nga lufta e dytë botërore, marrëveshja Woods, FMN-ja, Banka Botërore, marrëveshja për nxehtësinë, për krizën shëndetësinë, OBSH-ja, pastaj marrëveshjet e ndryshme midis shteteve, të gjitha ato kanë mbaruar së ekzistuari si themele dhe si fuqi të cilat i kanë shërbyer Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një kohë kur vetëm ajo e ka sunduar botën pas rënjes së Bashkimit Sovjetik. Jo, tani në botë, në lojë, në stadium janë futur faktor të tjerë. Bashkimi Evropian tani është një entitet i pavarur nga aleanca e dikurshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë nuk e ka bërë Trump, po këtë e kanë përu dinamikat në të cilat ka ecë bota që nga lufta e dytë botërore. Fryma, mendësia, konstelacionet e krijuara si rezultat i asaj bote fillimisht bipolare, dypolare, pastaj unipolare, e ka sjell kohën kur SBA dhe Bashkimi Evropian, Evropa të shihen mes vete si dy konkurrent të rrezikshëm, të rënd, mos them armiqësor në ekonomi, e jo më si miq të cilët kanë ndërvepruar më parë. Në anën tjetër, në lojë është futur edhe Kina, në lojë po futet Turqia, në lojë janë edhe shtetet të tjera, Kanadaja si entitet i pavarur, Meksiko, Brazili, vendet të tjera të Amerikës Latine. Pra, kemi një multipolaritet i cili kërkon kontura të ndryshme, rregulla të ndryshme, fuqi të ndryshme, konflikte të ndryshme dhe pritje të reja nga këto konflikte që po ndodhin dhe i fundit tani lufta Indi-Pakistan. Megjithëse që përgjatë kohës së luftës së ftohtë bloqet kanë qenë ideologjike, megjithëse që këto bloqe kanë rë, ideologjitë e këtyre bloqeve ende ekzistojnë. Ato nuk janë zhdukur, përkundrazi janë shtuar edhe faktorë të tjerë të cilët po ndikojnë në ndarje të reja. Përpara ka qenë, thamë, gjeografia dhe ideologjia. Tani, në këtë luftë gjeopolitike, në këtë luftë gjeopolitike ku po përcaktojnë dinamikat e reja, janë edhe faktorët si ekonomia, teknologjia, siguria, demografia, kultura dhe qytetërimi. Megjithëse që, më lejoni këto, jo digresion, po një shpjegim. Megjithëse që kultura dhe qytetërimi
më rrallë përmenden si dy faktor që formosojnë mendësi dhe aleanca të reja në botë, unë mendoj se kultura dhe qytetrimi, këta dy faktor nuk janë më pak të rëndësishëm se faktorët si ekonomia, teknologjia, siguria dhe demografia. Bota, nëse përpara është nda në rrafshe ideologjike, në bloqe ideologjike, kapitalizmi, socializmi, komunizmi, kapitalizmi, tani qytetrimet e kanë fjallën. Qytetrimi perëndimor që ka qenë përpara këtë të cilin e njohim dhe të cilin ende jemi duke jetuar, tani po ballafaqohet me një qytetrim lindor i përfacuar nga feja ortodokse. Në anën tjetër, qytetrimi islam, i cili ka filluar të mugulloj dhe me sa shihet do të udhëhiqet nga lokomotiva e quajtur Turqi, ndërsa vendet e tjera islame do të jenë vagona. Ide kjo që mua ma ka forcuar mendimin edhe më shumë se Turqia do të jetë një ndër 4 perandoritë e ardhshme të botës, pra futja në lojë edhe të civilizimit islam, pastaj civilizimi indokinez atje, janë fryma të reja gjithëpërfshirëse. Civilizimi urdu i indianëve, India po do të jetë faktor determinant së paku sa Kina në rajon fillimisht dhe në botë. Të gjitha këto kanë bërë dhe më bëjnë mua të besoj se qytetnimi dhe kulturat e ndryshme do të jenë përcaktor të dinamikave të ardhshme në një botë multipolare që veç i ka vue themelet. Për te i kësaj, shohim ndarje të cilat janë bërë të reja, apo aleancat e buta të cilat janë bërë tani, ndryshojnë gjithashtu nga aleancat të cilat kanë qenë përgjatë kohës ftohtë. Bashkim Sovjetik, Amerikë. Tazëm, Vietnami nga njëra anë bashkëpunon me Amerikën kundër Kinës në fushën ushtarake, në të njëjtën kohë qëndron krahë Rusisë në luftën e saj me Ukrainën. Knej me Amerikën, knej me Kinën. Me Amerikën kundër Kinës, me Rusin kundër Ukrainës. A Amerika është pra Ukrainës kundër Rusisë. Tjetra, këtë që po them për Turqinë. Turqia nga njëra anë e mbështet Kievin në luftë, në anën tjetër, në të njëjtën kohë është në gjendje të ndërmjetësoj midis Rusisë dhe Ukrainës, mbas edhe të imponoj dinamika, mbas edhe të luaj rolin efektiv, shpëtimtar për t'i bashkuar këto dy vende, siç e luajti rolin e shpëtimit në nivel global tek marrëveshja për drithrat. Jam mase i bindur, meq, se po mos të ishte roli i Turqisë, bota do të kaplohej nga një krizë e papar e bukës, e ushqimit. Jo për shkak se Ukraina dhe Rusia prodhojnë atë shumë sa ta ushqejnë 50%, 70% të botës. Jo, janë në përmasa më të vogël, i kam ditë shifrat, por mos gaboj tash në shifra. Por për shkak se ndalesa e shitjes së drithrave të Rusisë dhe Ukrainës do të shkakton të ngritjen e çmimeve të drithrave tek shtetet prodhuese të tyre dhe do të shkakton të një kaos, një krizë të vërtet në Afrikë, në Amerikën Latine, mbase edhe në Evropë. Shtetet të tëra do të pasonin kolaps nga pamundësia për të blerë drithrat e reja, sepse jo të gjitha shtetet e botës, ndërto edhe Kosova, e kanë fuqin, jo këtë shtete, nuk e kanë fuqin pra këtë shtete që të sigurojnë në hambarët e tyre drith për një vjet a dy. Kalojmë më tutje. Përveç Vietnamit dhe Turqisë të cilën e përmendëm, këto marrëveshjet e reja të çuditshme nga perspektiva e kaluar, është rasti edhe i
Gjirit Persik. Disa nga vendet e Gjirit Persik gëzojnë marrëdhënie, kanë marrëdhënie si mishi me thonin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, marrëdhënie jo vetëm politike, strategjike, por ekonomike në triliona dollar. Në të njëjtën kohë, disa nga vendet e Gjirit Persik kanë marrëveshje të rëndësishme gjithashtu në triliona dollar me Kinën, sidomos në fusha siç është energjia. Të gjitha këta shembuj tregojnë se rendi i ri botëror, multipolar, ka karakteristika krejtësisht të ndryshme nga rendi botëror bipolar. Dhe kur krijohet një rend i tillë, krejtësisht i ndryshëm nga rendi i kaluar, në periudhën e tranzicionit ndodhin ngjarje të mëdha, lindin ngjarje të mëdha, përjetohen dhimbjet e lindjes së tranzicionit aq të rënda sa lëkundin themelet e së kaluarës dhe krijojnë konstelacione të tjera të reja, të cilat jo që nuk janë pa në praktik, por as nuk janë shpjeguar në katedrat e ndryshme të shkencave të politikës apo të marrëdhënieve ndërkombëtare. Situata komplekse pra dhe kaotike që po përjeton bota si në fusha të ekonomisë dhe të sigurisë mund të vlerësohen shenjat kryesore apo dhimbjet kryesore të lindjes së kësaj bote që po vjen. Këto kriza, të cilat po ndodhen gjatë këtij tranzicioni, para ardhjes së botës së re, formasojnë edhe qendrat e reja të pushtetit. Nga kjo perspektivë, pushtetit global, nga kjo perspektivë, kriza Indi-Pakistan, që ishte deri më tani, nga mbrëm edhe lufta midis tyre, po ndodh në një kohë aq kritike sa kjo luftë mund të luaj një rol vendimtar në formësimin e botës në të cilën po futemi. Në këto konstelacione është e paimagjinueshme që fuqitë globale si Kina, Rusia, Amerika, mbas edhe Turqia, pra po them, tani deri më tani, rajonale me pretendime të qarta dhe me mundësi të mëdha të jetë fuqi globale, këto katër fuqi nuk mund të rrinë duar kryq dhe të shikojnë deri në pafundësi luftën që po zhvillohet dhe që ka nisë midis Indisë dhe Pakistanit. Do të jenë pjesëmarrëse. Megjithatë, në kohë tranzicioni, në këtë tranzicion të tanishëm, pjesëmarrja në luftë nuk është e domosdoshme të jetë pjesëmarrje aktuale. Në kohë tranzicioni të tanishëm, fuqitë botërore nuk duan ose nuk mbështesin haptazi dy shtete bërthamore që hyjnë në luftë, por presin që këto shtete, përderisa nuk cenojnë sigurinë globale me hedhjen eventuale të bombave atomike, këto katër fuqi që i përmenda presin se cila nga fuqitë ndërluftuese do ta fitojnë luftën dhe asaj pastaj ti ngjiten në bisht. Mbase këtë politikë është duke e udhëhequr SBA-ja ka kohë me Indin, duke shpresuar se India do ta zë boshllokun e Kinës, e cila eventualisht mund të bllokohet nga politikat e reja, nga tarifet e reja të cilat i ka vënë shtëpia e bardhë apo Donald Trump. Megjithëse që ka ekspert të cilët thonë se India as për së afërmi, së paku në këto 2 dekadat e ardhshme nuk mund të zaventojë Kinën. Thënë në përgjithësi, marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Kinës, të Rusisë, me Indinë dhe Pakistanin
do të formohen nga kushtet e imponuara. Edhe si përfundim i luftës, edhe si marrëveshje midis këtyre dy vendeve, edhe nga rendi shumë polar që po krijohet. Sepse rrugët tregtare, globale, ekonomia, tregtia, vetë tregtia, luftra teknologjike midis vendeve, do të jenë ato që do të përcaktojnë edhe dinamikat e luftës, edhe dinamikat e botës së ardhshme. Shikuar rolin e Amerikës, Amerika e shekinen si konkurentin e saj më të madh në luftën tregtare, sidomos me inaugurimin e Donald Trumpit si president. Në këtë kontekst, presidenti i shëbave, Donald Trump, ka rrit të rifat në shkallë të ndryshme, në varësi të vendeve dhe të interesave të saj, por edhe i ndryshon her pas here si pas asaj që e sheh nga lupa e politikës së vet që po ja imponon botën. Në kohën kur shëbat po përballen me Kinën, mbas edhe me Japoninë nazi, afrimi i shëbave me Indin është një zhvillim shumë i rëndësishëm i cili mund të prish çdo gjë që është ndërtuar në 20 vjetët e fundit në Azi dhe në marrëdhënie ndërkombëtare. Sekretari i thesarit të shëbave, Scott Bessent, para disa ditë deklaroi se marrëveshja e parë që do të përfundoj midis shëbave dhe ndonjë shteti do të jetë me Indin. Megjithëse që u arrit një marrëveshje me Britaninë e Madhe, marrëveshja që të bëhet me Indin do ta shokoj botën, do ta shokon dhe frikson Kinën e mbase edhe Rusinë. Shëbat kërkojnë që të krijojë një farë zinxhiri të furnizimit të ndërsjell me materiale të cilat i ka Kina kjo India për shëban dhe shëba për Kinën, në atë mënyrë që varësia e shëbave për xehet e shtrejta që i posedon Kina apo që i ka bler për vite të tëra nga Ukraina të bie në minimum. Edhe pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shohin Kinën si një vend që mund ta luajë rolin e Kinës, e shohin Indinë si një vend që mund ta luajnë rolin e Kinës, personalisht edhe unë besoj se është e vështirë. Për shka? Sepse rrugët tregtare sot luajnë një rol të rëndësishëm në krijimin edhe të paqeve edhe të konflikteve globale. Shëbat, shiqani tash, e mbështesin projektin e koridorit ekonomik midis Indis, lindjes së mesme dhe Evropës, ai që quhet IMEC ose IMEC. Për shka e mbështesin këtë? E mbështesin për ta kundërshtuar iniciativën kineze një brez, një rrugë. Në anën tjetër, e shohim Kinën, e cila mundohet t'i prish rahatin Indijes edhe nga perspektiva e kësaj iniciative të kësaj rruge, duke e financuar këtë Pakistanin, jo vetëm në ndërtimin e asaj rruge, por edhe në nxitjen e një lufte eventuale midis Pakistanit dhe Indis, që ta zhyt Indin në një luftë të atill që India të mos jetë e zoja më, të jetë krah i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon dhe në Oqeanin Indian. Në këtë konstelacion, kjo Federata Ruse, Rusia, megjithëse që marrëdhëniet ruso-pakistaneze për gjatë kohëve të ndryshme kanë qenë të tensionuara, sidomos gjatë kohës kur Bashkimi Sovjetik e pati poshtuar Afganistanin, Pakistanin këtë kohë i ka mbështet fraksionet politike, fetare, islame dhe ekstremiste në fillim islame që ishin ngritur për dëbimin e Bashkimit Sovjetik
nga Pakistani. Me kalimin e kohës, Rusia është ofruar me Pakistanin deri në përmasa sa konsiderohej një ndër alatët kryesor të Rusisë në rajon. Në këtë fazë, pra Rusia edhe Kina e vlerësojnë Pakistanin si një alat strategjik në raport me Kinën. E shikon Rusin me Indin. Megjithëse që nuk kanë ndonjë tendosje në përmasat të frikshme, India, sikur që është rrezik ekonomik potencial për Kinën, është rrezik potencial edhe për Rusin, sepse India po ja sjell SBA-n në kufi aty. Përtej kësaj, pas kolapsit total të prodhimtarisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si rezultat i dërgimit të fabrikave dhe mashinerisë amerikane në Kinë që të prodhohet atje, a njëjtë kështu kanë bërë edhe Gjermania dhe disa vende perëndimore, për të ikur pagesave të larta të punëtorëve dhe kostave të prodhimit, shumë fabrika, mbas edhe të Mercedesit e Audise të tjera janë dërguar në Kinë. Tani SBA po mendon që ato fabrika të tërheqin nga Kina dhe t'i sjell në Indi. Pra, një shkallë e fuqizimit të Indis dhe një rrezik më i madh për Kinën dhe në të njëjtën kohë një shkallë e fuqizimit dhe një rrezik edhe më i madh edhe për Rusin. Në të gjithë këtë raport konstelacionesh që po krijohen, lufta Indi-Pakistan nuk dohet shikuar si një luftë midis dy vendeve, si një luftë rajonale, por luftë e cila nga njëra anë është nxitur nga konstelacionet ndërkombëtare dhe nga fryma e re që po krijohet në këtë kohë tranzicioni ka bota shumë polare, dhe në të njëjtën kohë kjo luftë mund të jetë një ndër faktorët esencial të ndryshimeve dhe rrëzimeve, rënimeve të projekteve të cilat janë bërë në 2 dekadat e fundit si rezultat dhe si përgatitje për shkuarje drejt një bote shumë polare. Në këtë kohë pra, kur India është bërë një vend i frikshëm, jo vetëm për muslimanët, por edhe për etni tjera, në udhëheqjen e kryeministrit ultranacionalist, budist, hinduist, jo budist, po hinduist, kjo Kinë, përveç brenda aty, është bërë një kërcënim edhe për vendet e tjera të rajonit. Mundësia e vetme për parandalimin e Indis që të jetë konkurenti kryesor dhe çekiçi kryesor mbi kokën e Kinës dhe të Rusisë është bashkimi eventual i forcave ekonomike midis Rusisë dhe Kinës, së paku të mos veprojnë si konkurrent armiqësor midis tyre për parandalimin e Indis apo për parandalimin e deportimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kufit e Kinës dhe Rusisë. Është shumë interesant për fund të përmendi edhe një rast se ajo që më së shumti e ka frikësuar Indin, Pakistani, ajo që më së shumti si Pakistan e ka frikësuar Indin dhe e ka acaruar deri në palc, e ngandej edhe shëban është kur Pakistani janë nënshkruan dhe ja fal, bën një ndrrim territorësh si po quhet tani, por nuk bën ndrrim, por ja fal një territor jo të vogël, 70.000 km², sa 7 Kosova Kinës. Me këtë e nxit Indin dhe i jep shenjë edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës se
Pakistani është duke shkuar drejt një aleance shumë të fuqishme me Kinën. Se si do të lexon Kina në të ardhmen Pakistanin dhe do të jetë aleate e Pakistanit, apo vetëm është duke nxitur një luftë midis Indisë dhe Pakistanit, për shkaqe të cilat i përmenda, mbetet që t'i lexojmë ngjarjet që po pasojnë, ngjarje këto të frikshme dhe me dinamika shumë të shpejta. Deri në një analizë të radhës, mirëmbëjtje.